si tregohet në ditën e gjykimit, do të sillet një person përpara Allahut xhaleshanuhu. Ai person mund të jetë kushdo, subhanallahu el-azim, se nuk ka emër, nuk është përmend emri. E ky person del përpara Zotit xhaleshanuhu, e madhështia Allahut xhaleshanuhu që gjykon me drejtësi. Kish pas boj gjinove dhe kish pas boj mëkate, siç mund boj kushdo. E Allahu xhaleshanu i urdhëron engjëjt dhe thot merrni, thot çojeni, thot në dënim, thot që të laj gjinovet që ka bërë, subhanallahu. Se nuk ju ka pendu Allahu xhaleshanu. E në momentin që e marrin engjëjt e Allahut, siç tregohet, rrinte duke shkuar dhe kthente kokën, shifte nga Allahu xhaleshanu. Ecte pak edhe kthente kokën nga Allahu xhaleshanu, derisa i thot Zoti që ndalen, i thot: "A mos vallë robi im, thot kam bërë padrejtësi, ose mendon se të kam hyrë thot në hak për diçka në gjykimin që dash." Thot: "Kurrë Allah i madh, thot. Unë kam pas presën më të madhe tek madhështia jote. Kam menduar se ti je i madh o Allah, je më i madh i falës, po kur nuk e kisha menduar se je kaq madhështor." I manitur nga madhështia dhe nga bujaria dhe nga drejtësia e Allahut xhaleshanuhu. E Allahu xhelle xhelalu i thot: "E kam falë robin tim, subhanallahu el-azim."